Gjykata ka vendosur të shpallë të pafajshëm Ylli Berishën, 46 vjeçarin që prej 17 vitesh jeton duke lypur dhe që u përball me drejtësinë pas një incidenti me policinë në Tiranë. Sipas akuzës, Berisha kishte kundërshtuar efektivët e policisë 2 vite më parë, pasi ata I kërkuan të largohej dhe të mos lypte pranë zonës së farmacisë 10. Pas refuzimit për t'u bindur urdhrit, ai u shoqërua në komisariat dhe më pas përfundoi I pandehur në gjykatë për akuzën e mosbindjes ndaj policisë. Prokuroria kërkoi që 46 vjeçari të dënohej me 2 muaj burg, dënim që më pas të konvertohej në 4 muaj shërbim prove. Megjithatë, gjykata vendosi ta shpallë të pafajshëm. Vet Berisha deklaroi për mediat se nuk kishte kryer asnjë shkelje dhe se lypte për shkak të kushteve të vështira ekonomike. Jam I pafajshëm, nuk kam bërë asgjë, më kapën duke lypur, nuk kam me çfarë të ha, merrja pension, por tani nuk marr më, u shpreh ai. Pas incidentit me policinë, Berisha nuk lyp më në Tiranë, por është zhvendosur në zonën e Fushkrujës.